Dhe jemi bashkë, tani do flasim për një temë që kush e di sa herë keni dëgjuar. Vitet e fundit, dëgjuar si emërtim dua të them, sepse nevoja për të marrë informacione dhe për të zgjedhur produktet e duhura që janë të lira nga gluteni, ose gluten free siç quhen ndryshe, është gjithmonë më shumë prezente. Për fat mirë gjithmonë më shumë kemi filluar të kuptojmë të sa e rëndësishme është mënyra si ne ushqehemi, të kuptojmë ato sinjalet që organizmi na jep her pas here, të kuptojmë cilat janë ushqimet që na bëjnë dëm, që nuk duhet i konsumojmë dhe pa diskutim ne nuk do rrim pa ngrënë, po ka alternativa të cilat na zëvendësojnë fare mirë ato dietën tonë ushqimore, ne e balancojnë gjithçka që na duhet për të marrë vlerat ushqyese dhe për të shmangur ato element që në shëndetin tonë nuk reagojnë mirë. Me Alken Çuko jam në studio, kemi ushqimore dhe nutricionist gjithashtu për të folur pikërisht për produktet e lira nga çliruara nga gluteni dhe për problemet që mund të shkaktojnë organizmin, ndoshta ne nuk e dim që i kemi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, si gjithmonë është shumë kënaqësi dhe studio ime preferuar për të ndarë informacione dhe gjithmonë për të rrëzuar mite. Ashtu, sa më pëlqen këto. Kam thënë, i kemi pritshmëri tani që do të na vish me fillimin e bisedës pikërisht me këto gjëra që ne i dim gabim. Kështu na i kanë thënë, kështu i kemi dëgjuar, kështu i kemi respektuar në përditshmërinë tonë. Sepse mungesa informacione të shumë e theksuar dhe shumë informacione keq përdoren nga influencerët të ndryshëm ose stile dietash të ndryshme që dalin në treg, por edhe marrin një famë shumë të madhe, ndonjëherë edhe pa kuptim. E vërtet. Një prej tyre është dhe gluteni në këtë rast. Atëherë, në fakt siç e përmendët, është një nga produktet ose një nga ato elementet ushqimore të cilat është bërë famkeq kohët e fundit dhe shumë edhe më shumë i është vënë rëndësia dhe këtë papritur po dalin shumë individ të cilët thonë unë jam intolerant ndaj gluteni, prandaj nuk është bërë si trend, domethënë. Po, është një farë trendi, më tepër se sa një problematikë shëndetësore. Pra, unë e them me plot bindje në fakt që shumica e individëve, shumica e popullatës nuk janë në fakt intolerant ndaj glutenit, pra nuk kanë probleme me glutenin. Prandaj dhe sot me vete nga kompania Neranci kam sjellë produkte të cilat edhe përmbajnë gluten, edhe nuk përmbajnë gluten. Për hir të faktit që të theksojmë që gluteni nuk është armik, por ai është madje një mik shumë i mirë për ta përfshirë në dietën tonë, duke qenë se është një protein bimore me vlera shumë të larta ushqyese biologjike, e cila në fakt përdoret dhe si një suplement ushqimor në një kombinim në një teknikë që do ta shpjegojmë edhe më vonë. Si suplement ushqimor. Po, si suplement ushqimor. Gluteni jo vetëm që nuk duhet ta shohim si armik, por është një proteinë e domosdoshme për ne. Është shumë ushqyes, madje konsiderohet si proteina të varfërve, në momentin kur mund të bëjmë një recetë me atë që do ta shpjegojmë edhe më vonë. Kemi dëgjuar shpesh njerëz të ndryshëm apo dhe shpesh familjar që kur i takojmë na thonë, unë kam hequr bukën dhe tani më shfryr barkun ndihem shumë herë më mirë. Pra vetëm se kam hequr bukën. Në fakt nuk ndodh kështu, nuk është për arsyeën se ata kanë hequr bukën apo kanë eliminuar glutenin. Çfarë ata kanë bërë është thjesht kanë frenuar konsumimin e glutenit ndaj atyre mikroorganizmave, ndaj atyre baktereve që vetë me pa vetdije apo me vetdije i kanë futur në organizmin e tyre. Çfarë duhet të them me këtë? Gluteni nuk të shëndosh. Pra, ky është një mit. Gluteni nuk të shëndos, sepse mendohet që të shëndosh, por në fakt nuk të shëndos, sepse është e pamundur për glutenin që të shëndoshje. Çfarë të bën ty të ndihesh më i fryr, të mbash më tepër ujë, etj me radhë, është keq ushqyerja, dhe nga keq ushqyerja janë ato kontaminimet që ti mund të marrësh nëpërmjet ajrit, mjeteve të papastra, duarve të papastra, ku më pas ato bakteret kalojnë në sistemin tonë tretës dhe pozicionohen në atë pjesën e zorrëve ku bëhet një proces fermentimi, dhe janë ato më pas, çfarë pasi ti konsumon gluten, e konsumojnë atë, duke e shpërbërë në elemente të tjerë, çfarë shkaktojnë fryrje, diskomforte, diare, dhe është ajo ndjesia që unë jam i fryr tani se kam ngrënë bukë, pra unë jam i fryr se kam ngrënë gluten, dhe po shëndoshem nga gluteni. Okej, bëmë mirë që e përmendëm, do të të ham bukë. Duhet të hash bukë, po, patjetër. Okej, gjithmonë me kufti, çdo gjë, me karar. Gjitha me krip dhe kripa me karar. Okej. Pra, në shumë i ushqyeshëm, madje në fakt, gluteni mund të përdoret si një suplement ushqimor dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, madje në një teknik edhe vetë kam përdorur, ku mund të marrësh një miell i cili përmban gluten, një miell me proteina të larta, ku kompania Neranci ka të pafund opsione të ndryshme miellash, dhe mund ta brumosësh atë dhe më pas brumosjes, ku është formuar rrjeta e glutenit, sepse gluteni është një proteinë e cila nuk gjendet në formën e glutenit në fakt. Por është i përbërë nga dy proteinat e quajtura gliadin dhe glutenin. Dhe janë këto të dyja që në momentin e brumosjes ose kombinimin me ujë formojnë ato lidhjet proteinike, ku më pas formohet rrjeta e glutenit e madhe dhe quhet maxigran protein, sepse është një protein shumë e madhe. Dhe pas brumosjes së miellit mund ta marrim, mund ta shplajmë në lavaman,
ose në një tas me ujë, duket e çuditshme, por merre brumin dhe laje. Po, se po imagjinoj atë gjithë procesin tani, okej. Është e çuditshme në fillim, por mund ta marrësh brumin, mund ta lash në ujë, ta shplash, dhe gjatë gjithë procesit kur jeni duke bërë këtë, do vëresh që ai brumi pak do lëshohet, do shformohet, por do shohësh ato rrjetet e glutenit që ngjan fiksi një rrjet mirimanke. Dhe pas një shplarje të mirëfill, pra pas 4, 5, 6 shplarjeve të ndryshme, do largohet gjithë pjesa e amidonit dhe ti do ngelesh me proteinën e miellit që është gluteni. Pra me një masë kompakte, disi gelatinoze në pamje të parë, por që është e gjitha totalisht protein. Dhe atë më pas mund ta marinosh me erëza të ndryshme dhe mund ta vendosësh për të zier. Ajo ka teksturën e filet të sëpullës. Dhe quhet seitan ndryshe. Okej. Është duket e çuditshme, por shumë e çuditshme. Shiko, unë të kam thënë edhe herën e kaluar që bisedën e radhës do bëjmë në kuzhinë. Do shplajmë brumin. Do shplajmë brumin. Se ca gjëra duhen parë pa diskutim, përveç se shumë formulë interesante kjo. Dhe shumë ushqyese madje, sepse mund të zihet dhe mund të përdoret si një protein edhe për ata që janë vegan. Pra, është një zgjidhje shumë e mirë sepse për 100 gram peshk nga ajo, mund të marrësh një sasi relativisht 40-60 gram protein, çfarë është më se mjaftueshme për të plotësuar të gjitha nevojat proteinike. Okej. Nga kompania Neranzi, direkt në temë që gjithmonë përfundojmë duke mos pasur kohë. Kam sjell produkte nga më të shumtat dhe realisht vetëm këto zgjodha sot sepse kishte pafund akoma më tepër. Dy të parat, Elbi kokër dhe mielli i kamutit, janë dy produkte të cilat përmbajnë gluten, sepse gluteni nuk ndodhet vetëm në grur, ku ne bëjmë bukën më pas me nën produktet e grurit, por ndodhet edhe në produktet e tjera si Elbi, që ndodhet në një sasi të vogël, por që në fakt është shumë ushqyes. Dhe mielli kamut që është një lloj gruri lasht që janë me vlera shumë të larta ushqyese dhe me sasi proteina relativisht shumë të larta. Dhe duhen konsumuar në ditën tonë ditore dhe pavarësisht problematikave të ndryshme, por duhet të kemi parasysh sasinë dhe shpeshtësinë e tyre. Sepse kemi dëgjuar dhe terma të ndryshëm si ndjeshmëri, intolerancë, alergji dhe celiaki. Alergjia, intoleranca dhe ndjeshmëria, të treja këto janë terma të ndryshme. Sepse ndonjëherë i bëjmë bashkë që të treja dhe nuk mendojmë se po themi të njëjtën gjë apo po shprehim të njëjtën logjik, por nuk është e njëjta gjë. Nuk është e njëjta gjë dhe kanë shumë diferenca njëra tjetrën në fakt. Nëse flasim për ndjeshmërinë ndaj glutenit, kemi të bëjmë me një individ të shëndetshëm, i cili nuk ka asnjë problem me tretin e glutenit, por ka një problem me ato bakteret që unë përmenda në fillim, ku ai ka marrë me vetdije apo pa vetdije dhe janë ato më pas që shkaktojnë të problematikat, diskomfortet, fryrjet, diarret etj. Intoleranca ka të bëjë me mungesën e një enzime përkatëse për të tretur glutenin, sepse ne kemi enzima të posaçme ku në rastin e proteinave quhen proteaza dhe në rastin e glutenit quhet gluteaz, për të shpërbërë glutenin në element më të vogël që janë aminoacidet dhe më pas për të përthithur në qarkullimin e gjakut, si mikro dhe makroelement. Kemi alergji. Pra, këta dy individet e parë, ata që kanë ndjeshmëri dhe ata që kanë intolerancë, mund ta tolerojnë glutenin deri në një sasi të caktuar. Ndërsa, kur flasim për alergji, këta individ absolutisht nuk duhet të konsumojnë gluten, sepse mund të përfundojnë edhe në reakcione të padëshiruara nga metabolizmi, ku mund të ketë dhe pasoja shumë të rënda, siç është dhe bllokimi frymarrjes, dhe bllokimi frymarrjes nuk është për të bërë shaka, në fakt. Absolutisht, po. Është dhe kategoria e celiakisë. Që? Celiakia është një sëmundje autoimune, që realisht ne i themi ose e konsiderojmë si sëmundja iceberg, sepse ne dim shumë pak prej saj. Pra dim vetëm majën e icebergut, por në fakt ka shumë ende pa zbuluar. Siç janë shumë studime të ndryshme që bëhet, ëmbëlsues të ndryshëm si në fillim për shembull që i thoshim që duhet ta konsumojmë sepse është i shëndetshëm, por në fakt dinim shumë pak dhe më pas teoritë rrezohen njëra pas tjetrës. Një lloj është celiakia, që ne dim shumë pak prej saj, por ama kemi edhe shumë ende për të zbuluar. Por një gjë është e sigurt, individët e cilët kanë problemin e celiakisë ose kanë sindromën e celiakisë, absolutisht nuk duhet të konsumojnë gluten, sepse është një sëmundje autoimune, ku trupi në këtë rast sulmon veten e vet. Pra, e shkatron veten e tij. Bëhet fjalë pikërisht në pjesën e zorrës, ku aty unë kam thënë gjithmonë në selia e shëndetit tonë, është pjesa më kryesore ku aty nis çdo sëmundje ose nis çdo shërim. Dhe në këtë rast dëmtohet shumë paretet e zorrës. E kuptoj. Në paretet e zorrës, nëse e mendojmë si një frizamanik, pra janë ato vilet që formojnë gjithë gjatësinë e zorrës, kemi disa porta, ku aty ndodhet rruga e kalimit të mikroelementeve dhe makroelementeve.
shumë e rëndësishme, sepse nëpërmjet këtyre rrugëve kalimi ne përcithim hekurin, përcithim vitaminat, përcithim mikro dhe makroelementet ushqyes, të cilët kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe më pas na bëjnë ne të jetojmë një jetë të shëndetshme. Në momentin kur këto dëmtohen, pra këto porta nuk hapen apo nuk mbyllen siç duhet, ne nuk i përcithim, por i shkarkojmë këto element, hekurin, vitaminat, mikroelementet. Dhe përfundojmë më pas me deficienca. Dhe janë pikërisht këto më pas, çfarë manifestohen si dhimbje koke, manifestohen ndonjëherë në raste të depresioni, dhe te depresioni në fakt dua të ndalem pak, sepse tek sëmurët me celiaki ka disa manifestime të depresionit, për hir të faktit se duke qenë se ata bëjnë shkarkime të mineraleve, bëjnë shkarkime të hekurit, që hekuri është realisht një mikroelement shumë i mirë, dhe nuk funksionojnë mirë të gjitha këto portat e hyrje-daljes, kemi edhe një shpërbërje të glutenit, ku ndahet në porcione më të vogla që quhen aminoacide. Pra, të gjitha proteinat shpërbashkohen në aminoacide dhe quhen disa aminoacide specifike, të cilat kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe kanë një ndikim në sistemin nervor. Prandaj mund të kenë disa epizode nervore ose depresive. Pra që nga marrë më shumë se sa thjesht një problematik që mund të shfaqet me probleme të tretjes e tjerë, por shumë serioze. Ne kemi diku te 3 minuta kohë. Do doja, shpejt e shpejt nga një fjali, por ajo që kisha të rëndësishme për të theksuar, sepse pra folëm për alergjitë edhe për qarkullimet të tjera, dy të parat le themi e tolerojnë glutenin, por dy të dytat nuk e tolerojnë, kështu që në randje e sjell dhe alternativa të produkteve tërësisht të lirë nga gluteni. Tërësisht, po. Përveç kësaj që nuk përmbajnë gluten, janë edhe alternativa ekonomike, sepse shpesh mendohet që një dietë pa gluten mund të jetë e kushtueshme, por janë dhe ingredient shumë letësisht të gjetshëm në fakt dhe jo me një kosto shumë të lartë. Prandaj kompania Neranzi ka ofruar produkte nga më të ndryshmet, dedikuar kategorisë gluten free, siç janë edhe makaronat ose pastat në formate të ndryshme, spaghetti apo fusili e tjerë, që madje lexojnë dhe në paketim gluten free dhe janë të përbërë nga mielra alternativ, siç mund të jetë mielli mistrit apo mielra të ndryshëm, duke përdorur dhe tapiokën dhe ingredientë të tjerë që nuk përmbajnë gluten, dhe janë, le të themi, një alternativë shumë e mirë, por dhe mielra të cilat të gjithë mund t'i konsumojnë, madje edhe ato që janë gluten free, siç është mielli i bullgurit, siç është mielli i thjerrzave të kuqe, mielli i thjerrzave jeshile, siç është mielli i mistrit, siç është mielli i tërshërës apo mielra të ndryshëm alternativ, të cilët kompania Neranzi i ka në bollëk, dhe realisht mua nuk më mjafton kjo tavolina për t'i sjellë që të gjitha. Janë dhe drithrat alternative në fakt, të cilat janë shumë të ushqyeshme, ose i them drithra alternativa sepse quhen ndryshe pseudodrithra, që nuk mund t'i kategorizojmë si drithra. Janë të konsideruar të tilla për shkak se ne i konsumojmë si një drith. Dhe të tilla janë quinoa, farat amaranth apo melin kemi këtu, meli bën pjesë, po? Po, edhe meli. Pra, meli, quinoa dhe farat amaranth janë pseudodrithra që të gjitha, por me shumë sasi të lartë proteinës, me shumë vlera të larta ushqyese, me shumë vitamina, me shumë mikro dhe makroelement, të cilët në një dietë ushqimore ose në një regjim ushqimor bëjnë mrekulli për hir të faktit se na përmbushin të gjitha nevojat tona ditore. Kompania Neranzi sjell që të gjitha, është një gamë e madhe e këtyre produkteve, e cila është ekonomike, është e shijshme, është versatile në kombinimet me produkte të ndryshme ushqimore, me sallatra të ftohta apo të ngrohta, mund ta kombinojmë me salca nga më të ndryshmet dhe mbi të gjitha janë shumë cilësore dhe paketimet janë gjithashtu shumë esenciale dhe të sigurta. Gjë që është shumë e rëndësishme në fakt, se ne vërtet flasim për produkte, flasim për vlerat e tyre, etj, për rëndësinë që ka në dietën tonë, por nëse produkti nuk është ruajtur qoftë në ambalazh, qoftë në ambientet ku tregtohet në formën e duhur, pa diskutim që vlera e tyre do të shkatrohet tërësisht. Dhe jo vetëm kaq, por edhe në shtëpi duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si i ruajmë, se dhe ajo është pjesë që na takon ne pastaj. Alken, unë të falenderoj shumë. Është shumë kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë të të kem këtu, të presim me dëshirë javën e ardhshme për një tjetër temë të rëndësishme për ta ndarë. Dhe me një mit të ri. Dhe shumë shpejt me Alkendin në kuzhinë. Faleminderit. Shkojmë tani në publicitet, mos u largoni nga Villa 24.